Përshëndetje teleshikues të nderuar. Është kënaqësi që të jemi në takimin tonë të radhës me musafir të ndryshëm, qoftë në studio, por edhe në bisedat tona, pra në bisedat tona të përgjithshme, në intervistat dhe takimet e ndryshme që ne I mbajmë vazhdimisht. Kësaj radhe kemi musafir në këtë bashkëbisedim virtual që do të jetë shumë aktual, pra profesorin studiusin e bioenergjisë Edmond Vllashaj. Unë flas nga Prishtina, kurse profesori na flet nga Tirana, dy kryeqendra të mëdha shqiptare. Përshëndetje profesor, është kënaqësi që të kemi në mesin tonë. Një tjetër ty edhe shikuesve tuaj edhe miqve tuaj që na ndjekin gjithandej, edhe ka Kosova, po edhe në vende tjera ku ka shqiptar. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje edhe një herë, pra faleminderit që ke gjetë kohë që të bëjmë këtë bisedë të ngrohtë së bashku, që dorën zemër është një bisedë shumë e rëndësishme për shkak se jemi duke u ballafaqu me këto gjëra që do t'i diskutojmë së bashku në këtë bashkëbisedim. Janë tema më së aktuale sepse varet shëndeti I njerëzit, varet qetësia shpirtërore e njerëzit. Sot njerëzit po vdesin në mosha shumë të reja, siç po e shihni edhe vet, nga smundje të ndryshme, qoftë nga smundja e zemrës ose qoftë nga smundjet e problemeve të ndryshme shëndetësore. Normalisht se mjekësia bën punën e vet mirë, po ne duhet të gjejmë edhe forma si të trajtohemi që të kemi një jetë më të gjatë, më të lumtur, më të mirë, më të shëndetshme. Dhe unë I kam përcjell me shumë pasion ato postimet e juaja, ato shkrimet që I bëni, ato prononcimet e juaja rreth shëndetit, rreth energjisë pozitive që ju transmetoni ose përmes atyre tinkturave ose atyre çajrave të ndryshme që ju sugjeroni njerëzve që t'i përdorin që të kenë një jetë më të shëndosh. Unë pa humbur kohë jam mundu t'i zgjedh disa pyetje që do t'i bashkëbisedojmë së bashku dhe do t'i flasim bashk. Jam dalë te gjëja bazike ose kryesore, pra që është uji. Sa I rëndësishëm është uji pra në jetën tonë dhe sa ka peshë që ne të pijmë pra ujë në jetën tonë edhe të përdorim ujë të pastërt në jetën tonë. Si ndikon ai në shëndetin tonë, qoftë mendor, qoftë fizik e kështu me radhë. Po, sikurse e dim, trupi njeriut është 70 deri në 80% ujë. Pra 70 deri në 80% e gjithë masës trupit është ujë. Pjesa tjetër që mbetet pastaj janë minerale, aminoacide, gjithçka tjetër që mbetet. Unë ka 10 vite që studioj ujin, e studioj me pasion, e kam studiuar në aspektin metafizik përpara, pra pjesën e strukturimit edhe të, po themi, të programimit të ujit me energji të mirë. Po pastaj kam hyrë edhe te studimi I strukturës dhe I përbërjes kimike, fizike, e përgjithsisht edhe gjëra tjera. Edhe aty kam pa atë këto studime që uji gjallë është ai uji shërues, uji që përthithet shumë shpejt prej trupit, prej qelizave, I hidraton qelizat, sepse mirëfilli I ujit trupit tonë është H3O2. Do të thënë është 3 hidrogen, 2 oksigjen. Ky është uji I gjallë. Por ndryshe uji I zakonshëm është H2O. Do të thënë është hidrogen plus oksigjen. 2 hidrogen, 1 oksigjen. Atëherë çfarë ndodh? Ku mund ta marrim ujin e gjallë? Ujin e gjallë për shkak mund ta marrim te uji I burimit. Se ne jemi më fort Gjakovi se dy, unë andaj ka Kosovë me origjinë, ti këtej ka në Shqipërisë, po Dardania është aty ku jeti. Po. Ku I ke prind, ku I ke partë tu, edhe aty është uji jashtëzakonisht I mirë. Një kohë kur isha në studime të larta, në shkollë të lartë, unë kam lind në fushë, kam lind në fushat midis Vlerës dhe Shkodrës. Edhe vija re që njerëzit, studentët që kishin më shumë sukses në provime ishin studentët Tropojës. Edhe baja shaka kisha 2 shokë të mirë aty Tropojan. Baja shaka me ata I thosha, si ka mundësi ju nuk përgatiteni fare gjatë gjithë kohës,
gjatë semestrit. Edhe ju keni për detyrë ose keni mundësi veç me lexuar një herë librin edhe për atë një herë ju merrni 7, 8, 9, 10. Kurse ne fusharak ne lodhemi, lodhemi gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë semestrit, pastaj lodhemi edhe në provime. 16 orë lexojmë aty në kohën e sezonit para provimeve. Sikur shtrëngoheshin atëherë studentët me ujë të ftohtë, me peshqir me ujë të ftohtë, me fut kamp me ujë të ftohtë atje në legend me ujë të ftohtë. Vetëm aty kam pa, domethënë ai kam praktikuar se sikur bënin tjerë të bashkëllojnë se hajtë është po mësojmë. Edhe kur vjen puna, ato që ishin prej tropojit, po përgjithsisht tana malësit, po tropoja ka ujin e mirë shumë veç. Klima, ajri ka të bëjnë shumë. Është ujë valbonës. Po ujë mirë pse? Po, ujë mirë pse ujë mirë, aty nuk është vetëm thjesht valbona, po aty janë bjeshkët. Edhe në ato bjeshk, në ato burime, në ato kroje ka krijesa që ne e dim, u përkasin në aspektin shkencor përkasin legjendave. Po në fakt ne e dim se ato janë krijesa dimensione të tjera që ekzistojnë edhe këtu në këtë vend. Thjesht ka dimensione paralele, domethënë, edhe u themi zana, u themi shtozavalle, u themi ora malit e tjera. Edhe ato ngarkojnë me energji të mirë atë vend. Aty në kroje lutrojnë shtozavalle, domethënë, zanat. Edhe për çka malsort janë raca më e pashme në gjithë shqiptari. U shkëlqen fytyra, kanë fuqi edhe kur plaken shëndetshëm. Domethënë, po ti krahasosh, domethënë janë me japonez njësoj. Edhe japonez plaken shëndetshëm, ka një farë disipline shpirtërore në vete. Pra ujë ndikon jashtëzakonisht shumë. Te tropojnë ndikon edhe Borovnica pastaj, se Borovnica është Borovnica e Egër Tropojës është ndër më të rëndësishmet, më të dobishme në gjithë botën. Edhe ka fuqi antioksidante të jashtëzakonshme, po ka edhe fuqi të pastrimit të metaleve të rënda prej trurit, domethënë. Pra i largon metalet të rënda prej trurit. Pra janë dy faktorë. Uji po plus edhe bimet pastaj. Te bim Borovnica është ndër më efektive pastaj. Borovnica Egër, Borovnica me kokër të vogël e malësisë Tropojës, e Kukësit, pak ka puka. Domethënë po pjesa më shumë Tropojë dhe Kukës. Uji është shumë, profesor, uji është shumë i rëndësishëm. Kur flas në kuadrin e një studiuesi të teologjisë, uji është bazë e jetës, edhe pa ujë domethënë nuk ka jetë, edhe uji sa më i pastërt është, edhe bjeshkët që rrjedhin edhe janë sikur arteriet në trupin e njeriu, si i japin vazhdimisht ujë, oksigjen edhe H2O ose patjetër se ka uji ka dhe kujtesë, ka dhe strukturë, domethënë. Për shembull te kultura islame, te feja muslimane, është praktika e këndimit të ujit. Besoj se ti je imami i Jehovës vetë edhe po aty ngarkohet frekuenca mirë e energjisë mirësureve në Kuranit, është mrekulli. Janë për shembull ka efekt shërues, shqetësues, relaksues të jashtëzakonshëm. Po, janë efektet për shembull se ata ujë për shembull që qëndron nëpër shishe ose në vende të caktuara, kur rrin një kohë, ai bjen në gjendje sikur njeriu që e merr xhumi. Dhe kur asaj i këndohet, ajo e merr një sikur nona. Gjallërohet ai. Sikur nona. Aty bëhet ujë gjallë, ndaç me ditë. Po. Sikur nona si kënon fëmis ninullën, ose e inkurajon me fjalë të mira, ashtu krijuesi, Allahu, Zoti i Madhërisëm, domethënë kur ne i këndojmë fjalët e tij, fjalët e Zotit, pra Kur'anin, ne kthehemi në identitetin ton, kthehemi në empirizëm, në burimin ton, pra në natyrshmërinë ton, në pastërtinë ton. Pra, sepse ato nuk janë thirrje të thjeshta, ato i takojnë një thirrje vokabularit pra hynor. Dhe ato thirrje domethënë neve na ngjallin edhe na bojnë që të ecim përpara, të jemi pozitiv e kështu me radhë. Ato cure nuk kanë vetëm fjalë, ato kanë energji, ato përcjellin frekuencë. Absolutisht. Edhe u jam një prej atyre që i kam domethënë i kam marrë atë ujë të kënduar dhe e kam marrë dhe kam pirë me shumë kënaqësi dhe më ka bërë goxha efekt. Në do periudha kohës për mua janë kënd vështirë dhe kam pas nevojë. Dhe kjo është mrekulli, domethënë kjo është, më kam provuar vetë edhe flas për përvojës time jetësore. Habitën njerëzit për shkak kur unë them se njoft një pjesë mirë po themi të kulturës islame, për faktin se kam njoft mes si ti teolog të tjerë, njerëz të ngritur, njerëz dietar ditën domethënë në fe. Po njoft edhe fe të tjera. Edhe kur u them se shiko,
ato surë kur knohen atje dhe i knohen ujit, e ngarkojnë ujin me energji pozitive, me energji shëruese, qetësuese, relaksuese, energji bollekut, begatije, janë shumë gjëra që ndikojnë. Edhe thot si ka mundësi. Shiko, unë kam studiuar ujin në aspektin, po themi, të bioenergjisë, në aspektin shkencor të fizika kuantike, të metafizika. Ja, po kur vjen puna pastaj te aspekti praktik, unë kam provu vetë, e kam përjetuar vetë atë lloj efekti që bën. Uji i kënduar. Unë kam dëgjuar edhe pe studiuesve japonez që nuk e di se ndoshta ty të ka ra më shumë të lexosh edhe të hulumtosh në këtë boshtë ose në këtë univers, se uji i kënduar ka efekte jashtëzakonisht më të mëdha se një ujë që nuk është i kënduar. Edhe është provu edhe shkencërisht ajo pjesë. Domethënë sepse siç e thoni edhe ju, pra ju e thoni në gjuhën e shkencës që është frekuencë, kurse ne në gjuhën e besimit i themi që është bekim nga Allahu ose lutja që bën. Pra, si ka mundësi pra që unë shpesh ju them njerëzve edhe tek libri im Arti i Shërimit me Kur'an, që është një ndër botimet e mia, i them se si ka mundësi që në Kinë, në Japoni ose në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është përdor muzika për të shpëtuar njerëzit nga depresioni, nga ankthi, nga stresi që do ta diskutojmë më pas bashku. Edhe ka ndikuar me tingujt e tyre, ka ndikuar që njerëzit mos shkojnë larg qoftë edhe deri te vetvrasja, te më e keqja. E them si ka mundësi që muzika që e ka bë dora njerëzit, kitarja, mandolina e kështu me radhë, po ndikoj ka që qetësoj njeriu e nuk po qetësoj ka zëri që është mrekulli e Zotit që ja ka dhënë njeriu zërin. Edhe mbi gjitha, jo vetëm një zëri thjesht i njeriu, por është zëri që njeriu pra e këndon, por në këtë rast kjo është fjala e krijuesit, fjala e Zotit që e ka krijuar njeriu. Shiko, është për shumë Masaru Emoto është një shkencëtar japonez që zbuloi që ai e zbuloi pari, ose të paktën është dokumentuar që ai e zbuloi pari, sepse ndoshta ka të tjerë sa dur që kanë zbuluar ndoshta edhe në shekuj më përpara, po ne e njohim sikur ka zbuluar ai, domethënë. Edhe e thotë që në moment që ti i flet ujit mirë, fjalë të mira, i përcjell energji pozitive, i përcjell mirësi, uji fillon të krijon këto kristale shumë bukura. Po ti shohësh me mikroskop, kristalet bëhen shumë bukura. Në momentin që e mallkon ujin, i flet keq e tjerë, uji pastaj fillon të i prish ato kristale, i shëmton e kështu me radhë. Edhe kthehet në smundje, domethënë, fillon edhe, falni se po shpreh kështu, fillon edhe të çepet ai uji, sepse është ngarkuar jashtëzakonisht shumë me energji negative. Po. Kthehemi në aspektin tonë, domethënë. Njeriu, unë besoj se duke folur me ty se ne jemi që ka herë, domethënë, ne jemi edhe të njohur edhe si hoç, po të njohur edhe si mistik, edhe si njëri që është thellë ndije. Edhe tek këto dije të shkencës të fizikës kuantike, po ti si hoç pastaj i merr ashtu sikur po themi i marr në fushë tane, unë edhe ndoshta i shoh edhe në një aspekt tjetër, të aspekti po themi bioenergjisë, energjisë kështu me radhë. Po. Edhe ne dim se që kur njeriu kur fillon të flet, duhet filloj me zgjedhje edhe fjalët e veta. Absolut. Sepse pikë parë jeta është një pasqyrë. Edhe çka ke përballë? Po fole keq, do të vi diçka e keqe përballë aty, se e tërheq me atë energjinë tonë. Si forcat E magnetike. para, e dyta, që është në fakt e para dhe më e rëndësishme është se ti kur fillon me fol keq ose me mendu keq, ti fillon të ngarkon ujin tënd që ke marrë në trup. Ashtu me atë energji të keqe. Edhe më ne themi po ne u smurëm, u bam, u kthejmë, po shiko, në një rast mundi të kenë që unë mund të kem menduar keq për shkakun për dikën. Ose kam ndesh mu hakmar, ose kam ndesh për shkakun me i bë keq dikujt, ose kam thënë po pse kështu, pse ashtu e tjera, ose lloj aspektet energjive negative, kupton. Kritika, unë ka pas zanat kritika dikur. Edhe isha zanatli i madh në kritika. Jo, po kritika është energji jo mirë. Merru që është tash edhe në vazhdim, how to improve, thonë anglezët, si ta përmirësojmë, si t'i japim zgjidhje. Kështu që njeriu që të vetja do të fillu me punu me veten, që të nxjerr fjalë të mira prej goje, po edhe prej mendjes mendime të mira. Profesor, unë du të tregoj ta ndoj një histori këtu, një tregim shumë interesant gjatë kohës që ju ishit duke tregu, më kujtu një tregim që ma kanë tregu ca miq që janë supermarkets shumë të mëdhej, edhe kanë arrit sukses shumë të madh në sipërmarrje.
Edhe thjesht një ditë duke bërë muhabet me ta, thash më fal se si keni arrit kështu, thjesht kurreshtje. Dhe më than, kur kemi qenë qysh fëmijë të vegjël, nëna jon vazhdimisht na ka uru, na ka thonë emër djem. Paqe gjithmonë e Zoti ja u dhash të na të mirat në jetën e juaj. E u lutste tha nana jon çdo ditë për ne, tha qysh kemi qenë të vegjël. Ja u dhash Zoti të marrën, tha thoshte nona, tha na mbrojke me zemër nona, me shpirt. Beso tha hoxhi nderuar që ne sot tona të mira çka ekzistojnë, na i ka dhënë Zoti. Edhe janë besimtar, po edhe ju ka dhënë Zoti shumë pasuri edhe materiale, por edhe shpirtërore. Edhe ju ka dhënë bekim familje. Pra, dalim tek muhabeti, pastaj tjetra. Cilat ishin fjalët e Mojsiut ose Musait alayhis salam? Ishin Zoti ju bekoft, Zoti ka plan për ju, mëshira e Zotit qoftë me ju, bekim edhe paqe. Po fjalët e atij negativit faraonit, do t'ju vras të gjithëve, do t'ju shkatroj, do t'ju degeneroj, ha? Pra, cila është peshorja, balanca në këtë rast? Po, kthehemi prapë te pjesa e të mirës që duhet dalë prej nesh, prej secilit prej nesh. Në moment që janë edhe prind që ta thonë një urat mirë, se dikur fjala urata kanë fjalë madhe, është ka filluar me hum si fjalë, apo po është mes urimit edhe faljes e lutjes. Domethënë, është përndryshe rraja e fjalës urim edhe urata është ura. Ura që është ura që na lidh mes shenjtës, që është shpirti, është drita, me realitetin fizik. Absolut. Me variante, lloj variantesh në realitet. Po urove mirë, gjen mirë. Ka prind që larg qoftë për shkak ndoshta edhe të pa dijenis, për shkak ndoshta edhe të rrethanave edukative në familjen e tyre të mëparshme, të prindit e tyre etj etj. Fillojnë të mallkojnë ose kanë mallkimin kështu në majë gjuhës. Nuk e kanë për gjë me mallku, nuk e kanë për gjë me, domethënë me i prit mbrapshtës edhe që në fjalën e parë. Po ashtu edhe te fëmijët e vet. Ato që janë prind që urojnë për mirë, ato janë bekim për fëmijët e tyre, për familjen, po ndoshta edhe për jetën e tyre të mëvonshme. Një dimension tjetër ku shkojnë para te krijuesi. Është bekim edhe për ta, sepse i llogaritet ajo. Vazhdimsi. Po i llogaritet para Zotit, se kur të shkosh aty në gjys, të llogaritet ajo, ke thënë një bekim apo ke thënë një mallkim? E vërtet. S'ka rëndësi më ne ju ke thënë fëmijëve, ato që ju thonë fëmijëve, ju thonë edhe tan njerëzve të tjerë pas një lloj interesit. Se janë as larg shpirtërisht, sa janë të pjesa e dashurisë pa kurzuar, ato jo japin bekimin një fëmijëve, po pa ditë ato se ai fëmijë do të bëhet milioner apo do të bëhet i suksesshëm, apo do të bëhet biznesmen, ka për të marrë në pleqëri etj etj. Ata japin pas një lloj kushti të atë lloj bekimit, atë lloj urimit. Po. Ja po ja që no, si bëhet realizohet pastaj, materializohet. Manifestohet shumë shpejt, shumë bukur. E bukur kjo. Du të dalem pak edhe te aspekti ushqimeve të shëndetshme. Ka shumë rëndësi në jetën tonë se çfarë ham dhe çfarë pim. Normal ne jemi çfarë hami dhe çfarë pim. Domethënë ushqimi ndikon. Pejgamberi Muhammed alayhis salam thoshte le të ketë kujdes biri ose bia Adamit ose Ademit se çfarë shtin në barkun e vet. A kupton ajo? Çfarë fut në barkun e vet, sepse kjo është një enë e cila do të japim përgjegjësi edhe çfarë kemi vendosur në këtë enë. Çfarë ju sugjeron shikuesve nga ushqimet që të mos mungojnë në shtëpitë e tyre, cilat llojet ushqimeve? Unë disa ja u sugjeroj edhe vetë në ligjëratat e mia që i kam lexuar në Kur'an, por në aspektin shkencor mund na tregoni se cila mund të jetë më e mirë. Po shiko, unë mund të flas për jetimet mia personale, domethënë, sepse gjithkush ka lloj-lloj variantesh, lloj-lloj dietesh e kështu me radhë, domethënë. Edhe kam studiu, po nuk jam mirëfilli, po themi i profilizuar te pjesa e ushqimit apo e dietave. Mirë, po që kam përjetuar te vetja. Për shembull, ka mbi 10 vite që unë nuk ha bukë që është ose me maja. Maja është fermentues, domethënë. Aditiv. Po. Edhe buka që është me maja është një problem vete, sepse ajo jo vetëm fermentohet te buka që është fry, edhe është pjek, ne i themi është pjek, po nuk e di se sa është pjek ajo, po është fry. Kur ti e fut edhe në stomaket edhe në bark, edhe pastaj kalon nga të zort, ajo majaja
ajo si ferment, si substancë, ekziston edhe aty. Edhe vazhdon për tu fry. Edhe për tu fry më tej, edhe të bllokon, krijon bllokimet e para, domethënë. Pastaj bllokimi krijon edhe stres, krijon edhe ankth, krijon edhe probleme tjera, krijon aciditet lart në stomak, domethënë gjithçka është si një cikël. Pra, bukën me mujt sa më shumë bio, edhe po mujtet me prodhu vetë në shtëpi, me pjek vetë në shtëpi është më mirë. Me zonë sikur është zonë buka dikur, domethënë pa maja, pa fermentues, pa konservant. Ka bukë që janë edhe me konservant, edhe me ngjyrues në treg, po pastaj secili pastaj të shoh vetë, të bëj studimet e veta, të bëj kërkimet e veta, llogaritë e veta. Po nuk arritet me prodhu vetë bukën. Gjeni një furrë buke që është e besueshme që e bën bukën pa maja. Ka furra buke që bëjnë, për shembull është një variant pa maja, një variant tjetër është me maja. Me zgjedhje që është pa maja. Kjo e para. E dyta, çdo ushqim tjetër që ka konservant brenda, që është ushqimi i paketuar, kryesisht ushqimet e supermarketit janë me konservant brenda. Jo të gjitha, se s'mund paraqikojmë të gjitha, se kështu falimentojmë pastaj supermarketit. Edhe aty në supermarket ka ushqime të mira, të bijshme, bio, cilësore, natyrale, kështu me radhë. Po ka disa që janë me konservant. Shikoni ato te etiketat, shikoni çfarë konservant ka. E keni marrë pak, ju bën me uni e mirë, vazhdoni, si ju bën me uni e mirë, lëre. Tjetër, është një dilemë midis sidomos të njerëzit që po themi janë në dietë thellë apo në zhvillim shpirtëror. Me hangër mish apo mos me hangër mish, domethënë, edhe ka disa rryma. Ka rryma lindore, ka rryma perëndimore, ka gjithandej domethënë. Unë vetë kam përjetuar, nuk e di kam treguar apo jo, profesor, unë vetë kam përjetuar 7 vite si vegetarian dhe isha duke shku vegan për një farë sojbinit. Mirë, po kur e parë se mirë filli kjo ishte një farë ideologji më shumë se sa një mënyrë jetese, thash stop here, pritje ta shoh here. Po, normal. Edhe nuk po haja mish 7 vite rresht. Po filloi duke më dobësu trupi, ra energjia, domethënë ra sasia e hekurit në gjak. Vitamina B12 që merret kryesisht në ushqim si puna e mishit, po themi, po mishi pastaj do të tregoj se si duhet me qenë mishi, edhe shumë përkojmë te kjo, te rregullat e fesë islame, domethënë, e fesë muslimane. Po. Te pjesa e mishit edhe te mënyra e prerjes së kështu me radhë. Pra, moment që mungon mishit, mungon edhe vitamina B12, mungon bakri si sasi që i duhet trupit, se sasi tjera për shumë mund nxeshti edhe nëpër këto, për shumë bakri ka shumë te rozmarina. Bakri ka edhe te hithra. B12 mund kesh edhe te arrat, po kesh shumë pak. Te këto frute dhe thata, po do të thash një kampion me arra në ditë për të mush sasitë e B12-s që duhen trup. Kur ti vetëm me një mëlçi viçi ose çingji ose keci, me copa aty ti e mush B12-ën për gjithë ditën e për gjithë javën. Po, e vërtet. Pra, te pjesa e mishit, unë rekomandoj që zgjidhet një mish që është i freskët, livallit, në këto që është prodhim venës, i joni, njerëz besueshëm, njerëz që nuk përdorin antibiotik, edhe këto ilaçet e tjera që janë të rrezikshme, edhe që mund të krijojnë pastaj probleme edhe me shtetin tënd. Edhe lidhesh me ata, mund ta blesh një 5 eurosh më tepër, jepi me kënaqësi 5 eurosh më tepër edhe kënaqësh me atë cilësi që po blen. Mes një mulle te pjesa e prerjes, se është shumë e rëndësishme te pjesa e prerjes, më thënë, se ky të gjen te librat e fizikës kuantike, do të thonë ky të gjen edhe te Vadim Zeland te librat te kolona Transurfing. Por nuk i referohem vetëm Kur'anin në këtë rast, Kur'anin e shenjtë, po. Ajo që është dije në Kur'an konfirmohet edhe te këto libra të tjerë, po ato thjesht e njohin edhe Kur'anin, njohin edhe fizikën kuantike dhe që e kanë thënë edhe kanë shkruar kështu. Domethënë gjithë mishi që pritet sipas riteve islame, pra që nuk duhet thuhen ato sure të veçanta që qetësojnë bakterinë kështu me radhë dhe pritet më një herë edhe kullohet krejt gjaku. Pra s'duhet të qëndrojë fare gjak në bakteri. Po. Ajo është mirë, sepse nuk është ngarku bakteria me inat. Bakteria edhe trupi ka kujtesë. Ka edhe ujin e gjallë si tham, po ka edhe energjezje, ka kujtesë.
Edhe në moment që ajo të shef se i duke i bë diçka jo të mirë, e ke parasysh, atëherë ngarkon atë energji, ngarkon te xhaku i vet kryesisht. E ndryllu xhakun dhe mbetet xhaku në mish. Edhe kur han atë mish, ti thua po, se nuk e dim se si ja prej ajo bakti, po ti vetëm e shef, mund të kesh super shije, se çaj i kanë hedhur lloj-lloj erëzash, lloj-lloj xhanesh. Ajo nuk tretet ajo lloj mishi. Edhe thot dikush, po më kararan stomak. Po si kararan stomak sepse nuk është prej ashtu sikur duhet. Ja, normal. Nuk është prej sipas atyre riteve që garantojnë pastaj që mos ketë inat edhe mos ketë gjak të ndryllur, Me mbledhur në mish. duhet butësin në prerjen e saj, duhet higjen, duhet pastaj ka raste që bojnë edhe gabime mëdha që me të njëjtën thikë që ka prej diçka tjetër prejnë baktin, domethënë duhet mu pastrua mjeti. Bën shumë rregull ajo, domethënë. Pastaj nuk duhet me kafsha nuk duhet ta shoh mjetin e prerjes, domethënë duhet pret një formë që mos ta shoh se merr inat, siç e thotë ti. Ajo zakonisht i vjet një çan, një torb në qafë, domethënë në kry, deri në qafë. I knohet për ta qetësuar, për ta relaksuar, ke parasysh pastaj më një herë duhet me prej, jo ashtu. Duhet me kenë specialistë që bën atë punë edhe me zbatu këto rite. Absolut. Se këto rite unë i shoh si fizik kuantike. E njoh mirë fenë islame, respektoj shumë, po ja si konfirmohet këtu. Tash ti do të thamë diçka tjetër si do të më inatosen ato katolikët e mi, që i kam pjesë për kastisë të origjinës familjare, po mishi derrit larg prej njerëzve, domethënë. Në mënyrë të domethënë kategorike larg. Unë edhe kam përjetuar vetat si rregull, sepse kam pas para një 30 vitesh, kam pas babën e smur shumë në atë kohë. Edhe kishte tip leukemia akute, domethënë edhe më dhanë vetëm 2 muaj jetë doktorët. Oh. Shefi i pavionit ku ishte shtruar baba në spital këtu në Tiranë, ishte një burr i madh prej Dugaxhinit Shkodrës me origjinë, profesor doktor, Pale kishte emrin. Veç këtë jam mend, e ka emrin Pal. Mbe emrin si jam mend tani, po mund zinët. Edhe thret paqet e mi, thret dajen, thret nanën time dhe unë qëllova aty afër. Ishte në të morë si ri shumë, po as i vogël shumë. Edhe i thot, shiko, thot, do t'jap një recet, do t'jap disa këshilla, thot, zbatoni, po që e vullneti i Zotit ka për të shtu, po nuk që e vullneti i Zotit ka për të ndru jetë, su banami. Kështu e jeta, kështu është. Edhe, që ne jep, ne jep perizë, perime, frutat që duhet shkonin pa u pjek, për mos me marrat fruktozën e lartë, atë sheqerin e lartë në fruta. Po. Edhe perimet gjalla, domethënë për herë të parë kena hangër speca gjalla atje, se për herë ishim mësuar me hangër specat e përgumut apo i ka nisur. Edhe frutat e pa pjekura, kryesisht tarta. Mishi derrit jo, thot. Ne ishim mësuar deri atëherë me hangër mish derrit ditë për ditë, se ishte ushqimi jonë i përditshëm, domethënë. Edhe na shpjegoi, domethënë, sepse përbërja indore, domethënë struktura indore e mishit derrit përkon edhe përngjason, edhe është shumë e ngjashme me mishin e njeriut. Wow. Edhe për atë fakt, gjithë që janë viruse, mikrobe, baktere të këqija, lloj-lloj smundje që mund të ketë derri, që mund të ketë trashëguar dhe të ketë trashëgueshme, ti kalon te njeriu, domethënë. Wow. Pse se ka viruse, po dikush thotë po jo ne gatuim mishin 100 gradë. Ka viruse që durojnë 3000 gradë. Domethënë ti çosh aty në furnaltës edhe përse mbijetojnë. Pra larg mishi derrit prej njerëzve sepse është një burim smundjesh, burimi i jashtëzakonshëm smundjesh. Edhe pa pasërtish, edhe smundjesh që nuk janë vetëm fizike. Unë, domethënë, ti e din shumë mirë se ti je mistik edhe e din shumë mirë se ka edhe smundje tjera pastaj që i merr edhe në këtë formë. Po, tash. Plus kësaj pastaj rekomandohet ushqimi i gjallë. Çfarë është ushqimi i gjallë? Janë këto sikur i thash, perimet e gjalla, frutat e gjalla po të pa pjekura, kush është duke me kalu një smundje, kryesisht edhe që janë duke kalu një smundje të rëndë, edhe kryesisht që janë të rrezikuar shumë, prej sasisë sheqerit, ose mund të jetë diabeti, ose mund të jenë këto qelizat e smura për shkak të tumoreve edhe të kancereve, ato duan vetëm sheqer. Ushqimi i tyre kryesor është sheqeri. Jo hozi sheqerin, ju ke hek ushqimin e përditshëm. Pra mos fut sheqer në stomak. Dikush thotë mjalta sa je i shëndetshëm. Kur ti je i smur, kur ke këto probleme, atëherë në konsult me doktorin duhet një sasi dozim i mjaltës i përditshëm, po jo me kaluar dozë. Po. Se gjithçka që është e mirë me tepri nuk është mirë. Absolutisht.
Pastaj natyra ka gjithçka. Mu më kujtohet Ka rrajt e bimëve, ka filizat që mos harrojmë të thonë këtë punë e filizave. Filizat janë shumë të rëndësishëm. Se të mushin edhe me mikroelement, po të mushin edhe me atë ujin e gjallë që ne e kërkojmë si në trup. Unë për shembull e kam vesh që fëmijë, unë nuk e kam ditë këtë punë, po pastaj e kam lexuar të librat. Unë e kam vesh që fëmijë që çdo drekë, çdo darkët, kryesisht kur ha, çfarë mund të ha djath ose mund të ha ushqim tjetër ose xhell etj etj, më duhet patjetër një kokër çepe molle, e ndamë në katësh edhe me hangër kështu. Jo me grimcu, po me hangër tamam si ushqim gjallë. Po ajo çep ka ujin e gjallë brenda. Plus më ka vitamina, minerale etj etj. E kuqja apo kjo bardha? Po edhe bardha dhe kuqja mirë janë gjithçka, edhe hudrat, se ne themi vjenera, po momenti nuk shkakton probleme, se ti mos do hash hudër kur kesh ditën për me shku në xhami apo në kish apo në takim apo në komunitet etj etj, se shkakton probleme për shkak të aromës së kështu me radhë. Po edhe aroma ka zgjidhje. Unë kur isha në Prishtinë, kur jetoja në Prishtinë me ato mistorm, ishte koha e Covidit. Atëherë edhe haja hudër me bollek. Edhe shqetësoheshin ato mistorm sepse thonë prof ke hamer hudra, po i thash po si e ditë ti? Po vjen era. Edhe fillova të studioj të shti se si me hes erën e hudrës, edhe hiqet aroma e hudrës me majdanos edhe me moll jeshile. Të dyja në kombinim. Pasi të kesh hamer hudër, merr ca majdanos edhe e përtyp si çimçakes, apo përderisa të kalojë krejt e langu. Nëse merret si shtup ajo, atë hellat pjesën që janë fibrat. Plus edhe moll jeshile që nuk është në amël. Është si e thartë ajo mollë jeshile. Po. Edhe hec aromin e rënd hudrës. Ka veti dezinfektuese edhe largon aromën e prisht dhe më të keq. Desha të thëmte një gjë interesante. Nëse kemi dy mollë në dorë, njëra është me krem, e tjetra është pa krem. Cilën mollë e kishte hongër profesori? A jam me krem, Miki Darshën, se jam me krem. Kjo tjetër ka pesticide, kjo si s'ka mujt me hy kremin ta. Pikrisht, shumë interesant. Ajo që është natyrale, është fshatit, është e prodhimit tonë, tokës tonë. Le të jetë me krem, pastaj atë vendin e kremit ti vazhdo atë pjesën e shnosht. Po nisi s'ka fare krem, domethënë se ka pale sa pesticide, se s'ka mujt me guxu me hy kremin ta. Një pyetje shumë interesante, duhet ta dëgjoj nga ju si studiues. Si të reagojmë kur takohemi me njerëz që kanë energji negative? Si duhet të reagojmë ne që kemi energji pozitive, që lutemi, falemi, ose ju që merrni me pjesën e bioenergjisë? Një herë përpara, ti e dini më vetë se ti je shumë më ekspert që kjo fush se sa unë. Po një herë përpara s'do të më pas frikë hiç. Njerëzit i ka falë Zoti, si të mirë, si e ato me energji të mirë. Që rështu gabim, po. Po, nuk mund të themi se janë kësi, se po themi se janë kësi, pastaj hymë gjuna vetë dhe... S'du të angarkojmë shpirtin, normal. Hymë gjuna me Zotin, se Zoti ka kriju edhe ato edhe ne edhe gjithë tjerë. E vërtet. Thjesht nuk janë energjit përshtatshme për neve. Herë përpara s'du të më pas frikë. Po pa dhe frikë, direkt e kape atë energji. Remrena. Mos ki frikë. E dyta, mundesh me përmend emrin e Allahut. Allah është kod mirëfilli, domethënë. Për muslimanët është perëndia vet, edhe për mua është perëndia vet. Po sa herë tham sa herë la ilaha illallah. Sa herë domethënë. Tjerët nuk e dinë, unë e tham me mend. Me zërin tënd të mbrëmshëm, e ke parasysh. Kjo është një kod mbrojtës. Herë tjera kur nuk është një person që nuk ka energji negative, po mund të jetë një njerëz i zakonshëm, po është për shembull mashallah me thënë, ke parasysh, thuaj mashallah, pse mashallah? E mbron edhe veten edhe atë tjetrin. Po, ashtu është. E zeron gjithçka është lakmi, se për çfarë është kënd ajo si kod për me thënë mashallah. Mashkulli për shembull kur shet një femër atje, do të më thon patjetër mashallah për me blloku lakmin tonë, e kupton? Një fëmijë, kujdes syni keq, ashtu, thuaj mashallah, e kupton? Për gjithçka tjetër, një arritje, një shtëpi e bukur, një biznes, një dyqan i mirë, që ecën, ka fluks njerëzish, thuaj mashallah. Se kështu shtohet edhe bolleku ty. Edhe në këtë rastin kur ke një njeri përballë që s'ka energji të mirë, për shembull, mund të jetë toksik, ose mund të jetë në frekuencë të ulët, atëherë edhe vetëm të merr energji, se nuk shkëmben energji. Atëherë përveç përmend emrin e Allahut, e kupton? La ilaha illallah për shembull, ose
diçka tjetër si mësohet në fe. Unë e them për shembull shumë thjesht. Ka edhe mënyrë që mos më afro, marrë distancë. Respekt, jo për çmim, jo poshtrim. A kupton? Po, mbaj sa më shumë distancë. Me mujt mos më pas edhe kontakt fizik me të është mirë. Në moment që ke kontakt fizik, sepse zakonet tona, traditat tona nuk mund t'i shumësojnë me zero nëse kemi një njerëz që është toksik atij dhe s'mund t'i japim dorën tashti. Dora duhet me dhënë gjithkujt se ne jemi shqiptar. Absolutisht, absolutisht. Po, por në momentin që ti ke thënë, ti ke përmend emrin e Allahut, ose ti ke thënë një lutje, ose ti ke thënë një urim, po urim ç'a? Uroj që ky të bëhet mirë, uroj që ky të lartësohet shpirtërisht, uroj që ky të bëhet njëri i mirë, Çka në momentin që ke dhënë këtë urim, me shpirt, me zërin tënd të mbrëmshëm, ka filluar me ndryshuar edhe te ai diçka edhe te ti. Po. Ka filluar të lëviz. E vërtet. Përpara herë mos keni frikë hiç, njerëzit që ashtu se ka sa dush shtrigojnë apo njerëz që janë toksik apo narcisista, apo njerëz që janë te triada zez, pak a shumë dihet se kush është triada zez, se është narcisist, është egocentrist i madh. Është psikopat krejt, e ke parasysh, po në kuptimin e shkencor të fjalës, e jo. Po të kuptoj. Është makiavelist, që i intereson qëllimi, nuk i intereson se me çfarë mjeti të realizon qëllimin. Pra këto janë triada zez. Pak a shumë. Këto mundonin me pas sa më pak kontakte me të. Mos me pa biznes me të, mos me pa punë me të, sepse keni dorë vetë me zell. A në momentin se s'keni mundësi fare me zell, se jemi një dasëm për shkakun, duhet me dhënë dorën tonë, po jepi dorën, mos ki merak fare, mos ki frikë fare, moje besimin te krijuesi. Po, absolutisht, kjo është shumë e mirë edhe qelluar, profesor, por sigurisht se fjalët tona, veprimet tona ndikojnë që edhe ata që ne i takojmë që kanë energji negative, që ne përmes energjisë tonë pozitive, përmes fjalëve, veprimeve tona t'ju japim një shkëndijë edhe atyne, që me shpresë tek Zoti që edhe ata një ditë të reformohen dhe të rikthehen dhe të pastrohen. Përmes urimit edhe uratëve, pra lutjeve, edhe për atë njerëz që mund të jetë aty ku është për shkak atë nivel etj, ndoshta edhe mund të ketë bë keq, ti falju Zotit, lutju Zotit edhe për të. Absolutisht. Mundesh me i bë transformim, rritjen frekuencë, ke parasysh lartësim frekuencor, domethënë, edhe atij edhe vetes. Edhe është diçka që pasqyrohet kjo, sepse në momentin që ti lutesh edhe për të, është niveli më i madh, më i lartë i frekuencës që mund të kesh ti. Kur ti lutesh për dikant që nuk ke interes, ose për dikant që mund të të bëjë keq, edhe ti po lutesh për mirë për të. Është niveli më i lartë. Atëherë je evlia, je dietar, domethënë. Jem nivelin dietar, jem frekuencat më të larta. Të kuptoj. Shumë bukur. Profesor, sigurisht nuk muj me ik pak kësaj temës tek fëmijët, se është një botë shumë fragjile, është një botë shumë e bukur. Edhe prindrit sot sa ndikojnë ato, pra siç e përmendën edhe pak më herët, sa ndikojnë lutjet e prindërve, sa ndikojnë urimet e prindërve që fëmia të përmbushet, edhe të ketë një perandori të lumtur shpirtërore si fëmijë, sa ndikon buzëqeshja e prindit, sa ndikon motivimi i prindit që fëmijët sot të arrijnë sukses kur bëhen burra e gra. Ka diçka që është e lidhur në simbiozë, domethënë. Një prind që bekon, që uron, është një prind që edukon me shembullin e vet personal. Jo shumë me fjalë, jo shumë me teorinë, po si përjetohet dashnia për shembull dhe harmonia me familje. Nëse baba e respekton edhe don nanën e vet, nanën këtu në fëmijëve, domethënë. Trurin e vet, bashortën e vet. Nëse e don, nëse përcjell dashni, ajo dashnia rezonon kudo, rezonon edhe te fëmijët. Fëmijët edukohen me dash, pa hile, me pas dashni pa kushte, me pas harmoni, me pas edukat, me pas kulturë, me pas respekt. Domethënë, po ashtu edhe ajo nanë, që është nana këtu në fëmijëve. Nëse e don burrin e vet, nëse e don për shkak familjen e vet, nëse respekton familjen, nëse respekton harmoninë familje, nëse përkujdeset me dashni të madhe për gjithë anëtarët e familjes, atëherë kjo rezonon, kjo përcjellet. Kjo pasqyrohet edhe te fëmijët. Absolutisht. Këto njerëz është nëse ecin me shembullin e vet, edhe përjetojnë frekuencat e larta, harmoninë, besimin te Zoti, te Krijuesi, që është shumë e rëndësishme, se momentin që ti s'ke besim te Zoti, ti s'mund të kesh besim as te vetja, as te familja jote. Absolutisht. As te fëmijët e tu. Absolutisht. Domethënë, është
krijuesi është gjaja kryesore. Po. Edhe në momentin që ti ke besim te krijuesi, fillon të lehtësohet gjithçka. Fillon të bëhet dritë gjithçka. Familja funksionon më mirë, ekonomia funksionon më mirë. E ke parasysh? Ne kena halle të përditshmërisë lloj-llojshme, mund vinë edhe të paparashikuara të tjera, po ama këto halle përballohen shumë lehtë, shumë kollaj, nëse je ndrit, nëse je në frekuenca të larta. Pra, shembull personal, nëse është mu bë prind mirë, kjo është një sfidë dhe sprovë e përditshme. Si punë kalitjet, si punë disiplinet, a kupton? Se nga herë për shkakun mund të bash nervoz për gjëra, po prej të herë zbutë pak se a kupton se është familja. Ne kemi rastin tek Meremja ose Maria, siç i thonë krishterët, me Isaun alayhis salam, Nona Mari. Po, me Isaun alayhis salam, i cili është mrekulli që përmendet edhe në Kur'an, që ka fol qysh beb, qysh foshnje. Nëna Mereme ka qenë një nën shumë e bekume dhe nderume, dhe ajo ka lind kënd Isain alayhis salam ose Jezusin që i thonë krishterët. Dhe është shumë interesante kur tek forma e komunikimit e kam fjalën, tash duhet dal te kjo pjesa që ishte duke trajtu. Domethënë, nëna e tij ishte aq e bekume, aq uronte, aq fliste mirë, saqë kur i mbushej me ushqim ajo dhoma e saj ku ishte vetmuar edhe lutej me lutjet tek Zoti, ishte e mbushur plot, edhe kur vjen ta vizitoj pejgamberi i Zotit Zekariau, i thot nga gjithë ky ushqim, se kishte rrushe, hurma, gjitha të mirat edhe në kohë kur ishte ftohtë, kur nuk ishin të fruta që nuk ekzistonin në atëstin. Dhe i thot hadha min indillah, thot to janë pe Zotit. Mi ka sjell krijuesi, se ajo lutej me mirësitë e Zotit. Mirë po, çfarë ndodhi? Ulçun krejt populli kundër saj, si ke bën një fëmijë të jashtëligjshëm, jo kështu me mallkime me gjëra. Po llogaritë, pra, efekti i mallkimeve nuk ndikoi negativisht as tek nëna, por nuk ndikoi as tek fëmiu i saj i vogël, por ndikoi pozitivisht sepse ata kishin mbjell një aur të besimit shumë të fortë, saqë fëmia ato ishin dritë, ato ishin në dritë edhe ishin dritë. Dritë. Saqë fëmia, prandaj thash, edhe më përpara thash, mos me pas frikë asgjë. Po. Që është pjesë e territ, që nuk është dritë. Ai jeti ndrit vet. Po. Terri s'mundet me të prek ty se i vjen një llamp, dikun një llom territ. Po. Edhe shitet si bëhet dritë. Absolutisht. Edhe terri ikën vet. Po. Kështu është edhe puna e energjisë negative, domethënë, po ke dritë. Dhe ai foli. S'ka çfarë të bën kërkush. Dhe ai foli Isau qysh beb dhe tha, kjo është ta nëna ime, tha. Kjo është e ndershme, është e moralshme. Dhe unë tha, jam foshnja, bebja i saj. Kur të rritem, do të gjykoj me ligjin e drejtësisë dhe paqes, me fjalën e Zotit, hyut. Po. Faleminderit Zotit. Kjo ishte mrekulli pe Zotit që edhe ata mbetën gojë hapur, u çuditën si ka mundësi një bebe të flas fjalë kaq të bukura dhe kaq ndriçume. Po ata ishin familje e kuj? Familja e Imranit, si përmendet në Kur'an. Pra, a sheh pra sa ndikon edukimi familjar përmes fjalëve të mira, përmes veprave të mira, sepse fjala dhe vepra e mirë, fjala e mirë e ngrit veprën e mirë. A shef? Është citat kuranor. Fjala e mirë e ngrit. Po, e mbjell. E ngrit. Është sigur je duke mbjell. Fjala veç mbjell. Po. Pastaj bëhet realitet. Po, e vërtet. E vërtet. Shumë e bukur kjo e familjes të saj, të Jezusit, domethënë. Po. Mrekulli. Ne me të vërtet kishim me diskutuar gjëra gjatë, por shpresoj që ta kemi edhe një takim të ardhshëm të radhës me tema të mira më interesante. Edhe është kënaqësi e veçantë që i ndam këtë çaste së bashku, profesor, edhe të flasësh me ju edhe të flasim së bashku, me të vërtet do duheshin shumë orë të tëra, por ne nuk e di atë njohin njerëzit në gjitha dimensionet e tuaja. Se ndoshta njerëzit njohin vetëm si hoxh, po të njoh edhe si mistik, njoh edhe si shkrimtar, njoh edhe si studius, si arkeolog, shumë gjëra të tjera, domethënë, po pjesa e misticizmit
E di edhe ndjej se ndjeja jote është shumë lart. Sot profesor isha duke lexue, se më kujtove diçka më ngjallë një nostalgji, isha tu lexu për Zyber Hallullin. Zyber Hallulli, ne kemi ndëgju në Tiranë shkolla Zyber Hallulli, kjo, po nuk e dim akoma kush ka qenë Zyber Hallullin në të vërtetë. Zyber Hallulli Ka qenë bamirë i madh shumë. Bamirë shumë i madh, mistik i madh, hoxh i madh, evlia i madh, njëri i dashur, njëri i dritës. Ai bëri strehën vërfnore dhe u quajt babai i jetimëve, sepse ku kishte një jetim ai çonte ushqimin. Dhe ka qenë kryetari i parë i bashkisë ose si thon këtu në Kosovë, komunës së Tiranës, apo jo? Po. E tash kur e mendoj se tash kush është kryetar bashkie, vaj halli, po hajt mo. Mos na fut në këtë lloj frekuencë, se frekuenca ulet shumë. Se na ulet frekuenca pastaj. Le të rrim lart. Dhe tash i shiko këta njerëz se si u bën kurban i dritës edhe i të mirës. Pra kjo është me të vërtetë që njerëzit e mëdhej kanë shpirt të bardhë dhe kanë besim të madh tek Zoti dhe japin frekuencë, siç e thoni ju, japin frekuencë të lartë. Ne i themi wazadathum imana, në Kur'an përmendet tek banorët e shpellës, thot Zoti ja ushtoi besimin, imanin, kurse ju mund t'i thoni ja u ngriti frekuencën e mirë. Po aty një fjalë janë. Ishte kënaqësi, vërtet kënaqësi që bisedum këto muhabete dhe faleminderit për te, uroj gjithë mirë ty dhe gjithë njerëzit që janë aty për rreth, të ndihmojmë. Faleminderit shumë. E falenderoj të shikuesit që na ndëgjojnë këto momente. Ne i sugjerojmë të shikuesve që të ndjekin edhe diskurset, ligjëratat e profesorit të nderuar, që janë shumë pozitive, janë shumë të mira. Unë të falenderoj edhe shihemi në takimin tonë të radhës. Allahu të rujt Zoti. Faleminderit edhe juve, faleminderit.